Receta e ditës së sotme është një recetë e rafinuar, perfekte për darkat mes miqve ose dhe për festat që janë duke ardhur. Ndaj ruajini recetën sepse vërtet ja vlen. Skapit i japin një shije të mrekullueshme pastave sa do lini mendje pas tyre. Si fillim marrim skapit, i ndajmë në mes me gërshër, i heqim me një stucë kadenti pjesën e zorëve nga brenda dhe me ndihmën e një gërshëre presim të gjitha këmbët. Më pas në një tigan ngrohim vajin e ullirit, nuk e skuqim që ta djegim, aromantizojmë me hudhër, shtojmë skapit, i japim një skuqje shumë të lehtë, për gati 1 minutë nga të gjitha anët, më pas të i sfumojmë me verë të bardhë, gati 1 gotë, dhe i lëm që të gatuhet derisa të sfumojë mirë vera. Më pas hedhim salcën, hedhim dhe gjysmë gotë e ujë dhe i gatuajmë në zjarr shumë të ulur për gati 20 minuta. Ndërkohë që salca me skampi është gati, zjejmë makarona dhe para përfundimit, 2-3 minuta para përfundimit, i shtojmë te salca e përgatitur dhe siç e shikoni ka dalë mrekullia vet. Nëse i përgatisni, nuk ju ngelet gjë tjetër veç se t'i shijoni. Ju bëf të mirë.